Kush është më i fortë, Izraeli apo Irani? Një shtet i vogël me 9 milion banor përballë një giganti të lindjes së mesme me 88 milion banor. E në pamje të parë, konflikti mes Izraelit dhe Iranit duket i pabarabartë. Izraeli ka një flotë ajrore më të avancuar me aeroplan amerikan që godasin me një precizitet më të lartë. E Irani në anën tjetër përdor ende aeroplan të vjetër sovjetik dhe amerikan të viteve të 70-ta, të cilat thuhen se nuk kanë guxuar të ngrihen në ajër gjatë sulmeve të fundit. Sa i përket mbrojtjes ajrore, Izraeli mbështetet te sistemet më moderne, përfshirë Iron Dome. Në anën tjetër, Irani kishte sistemet S-300, por një pjesë e madhe e tyre thuhet se është goditur nga sulmet izraelite. Ndërsa kur flasim për aleatët, Izraeli ka shumë aleat perëndimor, përfshirë dhe SHBA-n, kurse Irani mbështetet edhe te rrjetet e tjera rajonale si Hamasi, Hezbollahu dhe rebelët Houthi. Por aleatët e Iranit duket se janë dobësuar dhe nuk kanë reaguar si më parë, por megjithatë Irani mbetet ende i rrezikshëm. Ai ka shumë raketa balistike të cilat mund ta godasin si Izraelin, po ashtu edhe bazat perëndimore në lindjen e mesme. Por megjithatë është e vështirë të parashikohet se si do të përfundojë kjo luftë.